Pra, e ka në dorë partia kryesore, në këtë rast vetëvendosja ta propozoj ose jo kryetarin e kuvendit që në seancën e parë, edhe mund të mos e bëj një gjë të tillë apo jo? Ligjërisht duhet ta bëj, por në mungesë të një afati ligjor apo sankcion nuk e bën, ne kemi përvoja të hidhura sa i përket kësaj çështje dhe në pothuajse gjitha situatat, partitë e para nuk i kanë propozuar kryetarit të kuvendit në ditën kur është thirrur seanca, po e them me përjashtim të vitit 2021, kur në atë kohë, meqense se lëvizja vetëvendosje i pati fituar e vetë me zgjedhjet, nuk ka pasur fare nevojë që të pritet më shumë, sepse i ka pasur numrat e nevojshme ta zgjedhë kryetarin vetë. Në këtë rast, në këto zgjedhje, situata është më komplekse sepse lëvizja vetëvendosje nuk i ka as për sa afërt i numrat e nevojshëm për ta bërë një gjë të tillë. Por, kishte në ato që po lexoja nëse kanë qenë të sakta se ndërprerja e seancës nuk mund të zgjas më shumë se 48 orë deri në rimbledhjen e saj. Çfarë është kjo klauzol? Lidhet për shumë me moszgjedhjen e kryetarit apo mund të ndërpritet disa herë me 48 orë dhe nuk është e kufizuar sa herë? Në fakt, kjo është problemi kryesor. Kjo dispozit ka qenë tillë për të pamundsuar bllokimin, por çfarë ka ndodhur realisht është që partitë kanë gjetur mënyra kreative nga aspekti negativ që ta interpretojnë këtë me mungesë. Pra, është ndërprerë seanca, një e tillë është thirrur brenda 48 ore, e njëjta është mbajtur, por nuk është përmbyllur, dhe sërish ka fletur afati 48 orësh për të mundësuar vonesa. Por, për qenë të sinqert, unë pres që deri më datë 15 prill, meqense edhe vetë zgjatja e afatit deri në seancën konstitutive për 2 javë është një lloj blerje e kohës. Unë besoj që deri në atë kohë lëvizja vetëvendosje do t'i sigurojë numrat e nevojshëm për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit, apo mbasi në një skenar tjetër edhe thjesht opozita mund t'ia votojë kryetarin e kuvendit për t'i hapur rrugë rrjedhës së afateve strikte 15 ditore për zgjedhjen e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Problemi është a do ta propozoj apo jo, se nëse e propozon, pastaj votat dhe mund të gjenden, por nëse nuk e propozon vetëvendosja, çfarë ndodh? Partia kryesore. Realisht ky është le të themi pengu më i madh i procesit. Lëvizja vetëvendosje mjafton të mos e ketë një propozim dhe arsyetimi ligjërisht mund të jetë na duhet edhe pak kohë për konsultime, siç ka ndodhur më parë. Pastaj kryesuesi i seancës duhet ta ndërpres seancën dhe që t'i njoftoj krerët e subjekteve politike për një datë tjetër që, siç thamë, duhet të jetë brenda 48 orësh. Dhe kjo mund të zjas pafundësisht. Pra nuk është se në një kohë të caktuar i thuhet mjaft, nuk e zgjodhe, zgjidhet dikush tjetër ose shkohet në zgjedhje.